Policia e Krujës ka goditur një rast të tentativës për kultivim të bimëve narkotike duke sekuestruar 1890 fara kanabisi dhe pajisje për kultivim, ndërsa ka vënë pranga një të dyshuar. Operacioni policor i koduar ndërprerja u finalizua pas një hetimi të mirëfillt dhe kontrolleve të territorit nga shërbimet e policisë së Krujës. Si rezultat, u arestua shtetësimi iniciale FK, 26 vjeç, banues në Krujë. Gjatë ndalimit të tij në zonën e njohur si rruga e Burelit, policia kontrolloi automjetin që ai drejtonte, ku në kofanon e makinës u gjetën dhe sekuestruan 1890 fara narkotike, të cilat dyshohet se do të përdoreshin për kultivimin e kanabisit. Kontrollet vijuan mëtej në banesën e të arrestuarit, ku u gjetën pajisje për kultivimin e bimëve narkotike. Materialet hetimore i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet përfshin dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm.